E falënderojmë këngëtarin Adnan Bala për kënaqësinë që na solli. Faleminderit. Ibtida du me fillu. Një bashkëpunim i ngushtë i autorëve Jonus Shiroka me John Krajen. Një ndër ngjarjet më të bukura shkodrane. Ibtida du me fillu, qila syt më i përmet pa. Po vinë shoqet me të kallëzu, ti jem më i ka me të vra. Nuk mund të kuptohet kënga popullore shkodrane, patingujt e thesarit më të çmuar të jareve shkodrane. Artistin e merituar, krenarin e qytetit ton, Bik Ndoja, i cili sonte është i pranishëm në sallë. E ftojmë në skenë me një duar trokitje të fuqishme. Ju falenderit, ju falenderit. Mirë se erdhe, zot Bik, mirë se erdhe. Do të ishte interesante, na i thoni 2 fjalë për vlerësimin e këngëtarit Adnan Bala. Jam sonde këtu për të uru këtë natë të bukur madhështore në koncertin recital të Adnan Balës. Me cilën, me forcën e ti, vullnetin e ti, talentin e ti, zanin e bukur të ti, arriti me përfitu zemrat e gjithë popullit Shkodrës. Uroj që këte rrugë që ka nisë ta vazhdojnë, sepse nëran Vedin, Shkodrën edhe gjithë Shqipnin. Gjaj rastin sonde me i dhuru një kaset të incizume nga unë. Ka mranë këngë të ndryshme, ka jare. Adnan Bala, më gëzësh, ka kesh kujtim për e metë. Faleminderit zot Bik. Ju falenderoj për merren e madh që më bani. Dhe premtoj para jush dhe para këtij auditorit mrekullueshëm dhe teleshikuesit që po na ndjek se do të ndjekë rrugën tënde. Zoti Bik, presidenti i Agjencisë Spektakleve Buna 1, zoti Arben Mazi, ka përgatitur për ju një peshqesh simbolik. Në shej respekti. Ju meritoni shumë. Një duar trokitje ju lutem. Faleminderit. Dëshiroja të prezantoja kolegët e mi të orkestrës, duke i falenderuar ato nga zemra për kontributin e madh që kanë dhënë gjatë provave, për rreth 1 muaj, për sakrificat e tyre, për korrektesën e tyre që kanë pas për recitalin tim. Dhe do të vlerësoja njësoj si impenjimi im, ashtu ka qenë edhe tyre. Prandaj filloj prezantimin e tyre. Në tastier Avni Mani. Në klarinet saks Namik Jahja. Në saks klarinet Astrid Lishi. Në bateri Fatmir Mesi. Në kitar bas Roland Gulli. Në kitar akompanjament Bledar Doçi. Dhe drejtuesi i muzikës artisti Nazmi Lishi. Por nuk kam mbaruar deri këtu. Prezantuesja artiste e madhe e humorit shkodran dhe shqiptar, Ziliha Miloti.
ti moj du me t'pa. Po vini shoqe me t'ka vizu, a fjere moj ka me pra. Po vini shoqe me t'ka vizu, a fjere moj ka me pra. Se me ti mëj kamara, ma ke ire si gjirja, do ti nuk I drona sfa, jesi përsa në nëmba, se me ti mëj kamara. Lule tuja I mledhin vasha, për me që moj paj, për vete moj paj. Si gjirja, do ti nuk I drona sfa, jesi përsa në duba, se me ti mëj kamara. Ma ke erën si gjirja, do ti nuk I drona sfa, jesi përsa në duba, se me ti mëj kamara. E ke kuti dimri, pa e për këvelu. Uli kokën ludja, kur ishti usaje, o sa shpet kjo dune, nga shoq që dundaje. Hajde lulja ime, hajde se të du, pa ti moj lule, jetën s'du me qu. Hajde lulja ime, hajde se të du, se pa ti moj lule, jetën s'du me qu. Se që nga mori plene, I ku nga lëgua, për me alë pranë vere. E bukur ishtë lulja, si kur je vetije, sa vështire kuata, që të pane qije. Hajde lulja ime, hajde se të du, se pa ti moj lule, jetën s'du me qu. Hajde lulja ime, hajde se të du, se pa ti moj lule, jetën s'du me qu. Hajde! Lulja ime, hajde se të du, se pa ti moj lule, jetën s'du me qu. Hajde lulja ime, hajde se të du, se pa ti moj lule,
lulia ime